Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celipashi priti ambasadorin Lamberto Zanjer dhe ekipin e tij të misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve të OSBE-ODIHR në kuadër të përmbylljes së punës për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të mbajtura më 11 maj 2025. Sipas një njoftimi nga zyra e shtypit të KQZ, bëhet me dije se diskutimi mes dy zyrtarëve u fokusua në shqyrtimin e gjetjeve të raportit të ditës së zgjedhjeve, përfshirja e të gjitha institucioneve përgjegjëse dhe aktorëve politik, në adresimin e rekomandimeve përmes një procesi gjithëpërfshirës dhe të mirë koordinuar të reformës zgjedhore, ishte një tjetër temë e diskutimit. Pas KQZ, rekomandimet e OSBE-ODIHR përfaqësojnë një bazë të rëndësishme për përmirësimin e mëtejshëm të proceseve zgjedhore, jo vetëm në aspektin teknik dhe administrativ, por edhe në drejtim të krijimit të një legjislacioni më të qartë dhe më të qëndrueshëm. Më herët, raporti paraprak i ODIHR-it cilësoi zgjedhjet e 11 maj si konkurruese dhe të zhvilluara në mënyrë profesionale, ama u nënvizua një klimë e thellë polarizimi dhe se kandidatët nuk gëzuan kushte të barabarta gare. Nga ana tjetër, u vlerësua puna e bërë për votimin nga diaspora, paçka marrëveshjes së vonshme politike dhe disa problematikave organizative. Vëzhguesit u shprehën se vendi duhet të fokusohet tek problemet e evidentuara dhe se rekomandimet që lidhen me reformën zgjedhore apo financimin e partive duhet të merren seriozisht në rrugtimin e vendit drejt Bashkimit Evropian. Megjithatë, raporti 12 majit nuk është finali, pasi ODIHR do të publikojë rekomandimet e finalizuara pas rreth 3 muajsh.